E para, duhet kthehem edhe një herë aty ku ishim më parë në bisedë, tek algoritmi, dezinformimi, alarmi dhe faktet. E kam thënë në ditët e para të asaj protestës dhe përsëris, sikur unë të besoja çfarë u tha për Zvërnecin, jo do kisha dalë në protest, po do isha akoma aty. Sepse ajo që u tha, ato që u thanë ishin të tmerrshme. Por fatmirësisht të pavërteta. Dhe ajo që është më e vështira në këtë kohë të re ku kemi hyrë është si bëhet me të vërtetën dhe si bëhet që njerëzit ne të informojmë më mirë dhe njerëzit të ndjehen të informuar si duhet dhe mos të ndjehen të lënë jashtë procesit. Se ky është një problem më vete. Dhe këtu unë nuk fajsoj njerëzit. Këtu unë e kërkoj përgjegjësinë tek vetja edhe tek mënyra se si ne jemi mësuar të ndërtojmë komunikimin, që me sa duket është një mënyrë që sot duhet ripar. Sepse nuk e sjell rezultate. Dhe kostoja është shumë e lartë për një dezinformim aq të madh të kesh një kosto kaq të madhe. Majin ne kemi pasur me një rritje tjetër shumë të lartë të turizmit, qershorin nuk e kemi. Shifra e fundi që kam parë është barazim me vjet. Ndërkohë që po të shohim trendin nga janari, duhet ishte bum. Kemi pasur anullime pafund. Në emër të Shqipërisë janë goditur shqiptarët. Është goditur puna e njerëzve që janë në pritje gjithë dimrin që të vi kjo kohë. Janë goditur të ardhurat. Dhe përse? Për arsye që janë shumë më komplekse se sa Zvërneci, patjetër, por tani këtu flasim për Zvërnecin, se aty u bë gjithë, aty u ngrit historia e tradhtisë, e shitjes. Sigur të ishin gjithë tradhtarët si puna ime, Shqipëria s'do kishte asnjë tradhtar. Fakti është që e gjithë përpjekja ime me të gjitha të metat dhe me të gjitha gabimet qysh se unë kam filluar të merrem me politikë, ka qenë e lidhur me të bukurën, ka qenë e lidhur me pastërtinë, ka qenë e lidhur me transformimin fizik të hapësirave, sepse unë besoj shumë që e bukura ka një impakt të paçmuar pastaj në të gjithë zinxhirin e vlerës që krijon shoqëria. Vende të bukura dhe të varfra ka. Po më gjetet një vend të shëmtuar dhe të pasur, ma tregoni. Në shëmti nuk bëhet pasuri. Flas për komunitetin, flas për punën, nuk flas për kriminalët. Në shëmti ka vetëm krim dhe lum. Edhe njerëz që mbijetojnë. Tani, e gjithë historia ime në detyrë flet për një përpjekje të vazhdueshme, herë me sukses, herë pa sukses, për t'i bërë gjërat më bukur, për t'i bërë qytetet më bukur, për t'i bërë hapësirat më të bukura, për të bërë më shumë për natyrën.
Po shikoja se po bëjmë një film të shkurtër për çfarë kemi bërë ne për natyrën. Me siguri shumë nga gjërat nuk dihen, po kemi mbjellë 5 milion pemë. Kemi bërë një sistem të tërë të zonat mbrojtura. Zonat e mbrojtura i kemi bërë ne. Ligjin e zonat mbrojtura, i pari ligj i zonat mbrojtura e kemi bërë ne. Agjencinë e zonat mbrojtura e kemi krijuar ne. Dyzet e kusur hidrocentrale, leje të dhëna më parë në shtratin e Vjosës i kemi anulluar ne. 9 hidrocentrale në Valbon, nga 11-2 nuk patëm që t'i bëjmë sepse ishin nisur, po 9 hidrocentrale në lumin e Valbonës i kemi anulluar ne. Pra, të anullosh gjithë këto hidrocentrale nuk është të prishësh tenda. Është të shkosh kundër interesash financiare të mëdha. Kemi bërë. Tani, si mund të jemi ne dhe si mund të jem unë njeriu që do betonizoj Zvërnecin. Qa muhabeti është? E vërteta është që unë besoj shumë se ne jemi në një fazë që mund të shkojmë shumë më lartë ose mund të shkojmë poshtë. Pse? Sepse turizmi masiv ne nuk na çon shumë më lartë, po na çon poshtë. Dhe ne duhet kalojmë tek një kategori tjetër turisti dhe konsumatori. Ne duhet kërkojmë që këtu të vinë ata që shpenzojnë shumë. Juve të gjithë keni dëgjuar Mykonos. Çfarë është Mykonos? Mykonos është një vend ku shkojnë turistë që konsumojnë shumë. Edhe është një vend i vogël që ka të ardhurat më të larta gjatë sezonit të verës nga të gjitha destinacionet e tjera të Greqisë. Pse? Sepse aty ka tjetër nivel. Ideja që këto rezortet e mëdha turistike të luksit janë për ata që vinë, nuk janë për ne, është një idiotësi. E kundërta është e vërtet. Ato sjellin të ardhura në ekonominë tonë shumë më tepër, njëri nga ata sjell në ekonominë tonë shumë më tepër se sa sjellin 100 që janë të nivelit më të ulët. Është e provuar, sepse ata nuk vinë në hënë. Ata vinë në një vend ku në radhë parë do të marrin njerëzit që punojnë. Jo, po nuk do më marrin ne ata, do marrin Filipinasit. Patjetër do t'i marrin dhe Filipinasit nëse ti nuk do që të shkosh të punosh. Sot, këtu ku jemi, në këtë vend ku jemi, në gjithë këtë gjë, nuk ka paga. Nuk ka paga më të ulta se në Greqi. Nuk ka. Në të gjithë zinxhirin. Nuk ndodh. Sot hotelet në Shqipëri nuk e kanë më pyetjen që sa të paguaj, a do punosh as do punosh. Dhe pagat janë si në Greqi. Tani i doni si në Gjermani. Duhet të shkojmë në një nivel tjetër. Tjetra. Po mirë, çfarë do hanë ata njerëzit? Do vinë me bukë me vetë ata? Me bukë me vetë do vinë që do hanë produktet që do prodhohen këtu. Ai resort është një fabrikë përpunimi për produktet e gjithë zonës. Edhe për tej. Po për të lëvizur, si të lëvizin? Bicikleta? Kur të shkojnë Butrin, do shkojnë bicikletë. Se do dalin nga aty. Do shkojnë Butrin, do shkojnë Kalat Kaninës, do shkojnë Andej, do shkojnë këtej, si do ta bëjnë?
biçikletë. Gjithë sistemi transport. Po peshkimi, e të tjera e tjera. Dhe është e provuar që 1 euro që hyn në një resort luksi përkthehet në 1.6 deri në 2 euro jashtë resortit. Vim tani tek projekti. Ju e keni parë u bëj që nga koha e nazizmit edhe e komunizmit nuk kishte ndodhur që të shkonte një libër në prokurori. U mor një libër, shkoi në prokurori. Çfarë është ai libri? Projektet e arkitektëve të huaj në Shqipëri. Projektet e arkitektëve të huaj në Shqipëri, të cilat janë projekte të investitorëve shqiptar që duan të bëjnë ndërtime. Pra, nuk është se arkitektët e huaj vinë bashkë me ndërtimet. Vinë që të bëjnë projekte për ata që të ndërtojnë këtu. Dhe o do t'i bëj dikush, o do i bëj dikush tjetër, o dikush tjetër. Tani, është më mirë që godinat tona, se po vija dhe pashca pallate që po ndërtoheshin nga i pa ndalshmi kryetari i Bashkisë Kavajës. Po ndërtoheshin, nuk flet njëri asgjë, nuk thot njëri asgjë, aty vazhdon një pyllëzim pallatesh. Niveli Zh. Çfarë problemi kanë këta që niveli arkitektonik dhe niveli i ndërtimit të shkojë komplet në një kategori tjetër? Çfarë problemi kanë këta që Shqipëria të bëhet një vend ku ndër të tjera të vinë edhe për arkitekturën? Bilbao ishte një qytet i mallkuar për shkak edhe të gjithë historisë së terrorizmit, ETA e ku diun se çfarë. Me një muze të Frank Gehryt, Bilbao u kthye në një destinacion që u transformua komplet ekonomikisht. Vetëm me një muze. Muzeun e paguan qimet e kokës, gjithë ata sorrat, se sorra ka kudo, u hodhën që ç'është kjo e, si do harxojmë ne 100 milion për një muze, vetëm nga i muzeu. Tani vinë njerëz në Tiranë, vinë të huaj në Tiranë, dhe në Tiranë 3-4 ndërtime janë nga këto të rejat që kanë marrë formë, nga përfunduar, edhe e shohin Tiranën sigur ku po shkojnë. Çfarë problemi kanë këta me këto? Pse që nga problem? Po kur shkojnë në lojtarët shqiptarë që luajnë në kampionatet e tjera, pse nuk çuditen këta? Pse nuk çuditen? Ne jetojmë në një botë hapur, çdo më thënë kjo arkitekti huaj, arkitekt shqiptar. Dhe për më tepër, kjo është një shkollë në natyrë për të gjithë arkitektët shqiptarë, që të mësojnë, që të bashkëpunojnë me mjeshtat dhe të nesër të bëhen ata emrat mëdhenj në botë. Më thoshte një nga ata arkitektët huaj kinez, as mos u çudit fare tha, në Kinë njëti muhabet. Kur në fillim erdhën arkitektët e huaj, thoshin çto në Kinë, që është vend inxhinierësh, që është adheu i inxhinierëve sot. Për këtë projekt janë mbledhur disa nga arkitektët më të mirë të botës. Njëri prej tyre është Kengo Kuma, japonez, ka ndërtuar edhe në zonat mbrojtura në Japoni. Merrni, shikojeni, a mund të imagjinohet që të vi gjithë ai maestro nga Japonia që të vrasi këtu zogjt? Inxhinier mjedisi është angazhuar një nga studiot më të mëdha të botës, e famshme për zhvillimet nëpër laguna. Turanscape quhet, merrni shikojeni. Dhe në ndërkohë po punohet për vlerësimin e impaktit në mjedis. Po le t'i lëmë të gjitha këto. Ta zëm se të gjitha këto
nuk kanë në rëndësi, që këto janë thelbi. Sepse të dalësh dhe të sulmosh një projekt që akoma nuk është bërë, është inkuizicion. Ku e di ti se si do jetë? Po leti lëmë gjithë ato. Në fund fare, një gjë është pak për e sigurt. Ne nuk bëjmë dot një projekt që nuk e pranon Bashkimi Evropian. Nuk e bëjmë dot.